Përshëndetje mi të dashur, mirë se veni të dam gjithë në analizë. Shkojnë me dhënë radhës, Batanoviqi. Ky batoni leqi në Kosovë e bani hallakon. Po ka shku edhe në Shqipëri, më mi të dashur në hallakon tash atje. Po një djalë 30 vjeçar, fort ma palën. Nuk po ja di jam që ka, po ndoshta ja gjoj si mas kur të shpaloj, edhe e tregoj edhe jam nëse çyshe ka. Po shkojmë edhe dëgjojmë videon miq, e të diskutojmë së bashku, lutem. Nuk po që unë e kuptoj se s'ke lidhje me realitetin. Se unë të kam gjuar që fëmijë i vogël dhe ajo çfarë ti thua në ekran është mashtrim i madh dhe ti ke bërë një dëm. Je ke ata që je përgjegjës për situatën politike në Osman Tafa. Po, kjo është e vërtetë. Hajde dilë në rrugë ti dhe dal dhe unë që jam më i vogël, jam 33 vjeç. Është turp kjo që bëni. Edhe një protestë të tillë tentoni ta bëni pis. Kush? Bravo. Bravo Osman Tafa, se me të vërtet ky e bën pis. Ky u ik prej Kosovës, ka bo dom shumë në Kosovë, tash orë të ju aty. Bravo, plasja kret në sy Batanoviqit. Se njeri ma të keq, ma të prisht, është problemet gjithë. Ty bravo të koft, Osman, respekt. Shkojnë me që. Juve dhe soj ju. Me çka? Me çfarë do që keni mundësi? Po me media, me atë Trumpi. Do të thënë Shqipëria në nxirr edhe një anti-amerikan, anti-zhvillimor. Jo më Njëjtën e ka bon Kosovë. E ka qujt Albin Kurtin anti-amerikan. Njëjtën, ta shohër, Shqipëri mis të dashur, atje të ju, me ju qitë palavra. Mos e leni, mos e ndëgjoni, po vazhdoni rrugën e juaj se ju jeni në rrugë të Zotit, në rrugë drejt. Edhe neve, si diaspore Kosovës, na keni mrapa. Edhe ju diaspore Shqipërisë, a moni ju koft, o sot o kur, ka Shqipëria nevoj për juve. Mos hezitoni vlla, shkoni deri sa të rrezoni këtë qeveri. Se i boni 35 vite. Pa qit kur gjën drit, pa qit kur gjën pa. Kështu që shkoni, kthenu, rrezoni këtë qeveri, vjeni qeveri tjetër, edhe e sti për para. Shkojnë amiq. Juve pra juve me problemi i Trumpit. Pra, në shqiptarët anti-amerikan. E para është sepse kur soi tënd dhe atyre si ty u bie smundja e kancerit, marrin avionin, marrin lek nga shteti dhe ikin jashtë. Siç e bëri zëvendës ministra e shëndetësisë apo presidenti i Republikës, shkon në Gjermani, soi juaj merr avionin, un po flas për ata shqiptarë. Un kam 5 vite që rikes. Çfarë pyetje? S'po ka çka thot mi të dashur? Çka ke bëu ti në jetën tonë? Shkojnë amiq. Spitalet që dera spitale. Ja të ta them unë, atë ta them unë. Po, jetën time, un kam punuar që 14 vjeç në Greqi, në bujqësi, duke mbledh kunguj për paguar shkollën time, kam 14 vjeç. Do më thonë, ka punu 14 vjet ka punu në Greqi, 35, do më thonë 21 vjet ka shku. Tash llogarit me të dashur. Edhe ky Batanoviqi shkon prej Kosovë, ja shkon kokën aty. Jo po demonstrata nuk bën kështu, jo po kështu. Shkon amiq. A këtu dihet që ky është i paguar për Ramoviqin, normal. Punuar në ndërtim në palas, atje duke bërë llaç 14 vjeç, kam punuar, jam ky që jam sot dhe kam 5 vite tjetës time, 5 vite tjetës time që rri ke spitali onkologjik ditë për ditë sepse është një nga njollat më të zeza që mund të ndodhi në shtet. Ti çon pigrat atje në Vlorë, edhe sot e kësaj dite ne nuk marrim energji e pagujmë lek, ne kemi incinerator që nuk ekzistojnë, e ndërkohë pacientët që vojnë nga kancer janë pa ilaçe sot më sot. Një njerëz që von nga kancer. Këti Batanoviqit, këti si vjen gjuna fare, nuk i intereson fare këto punë, nuk i pyet popullin fare se a janë të i vujt, as janë, a kanë, as kanë, vetëm del, shën fjalën në televizion, edhe u kry muhabeti. Roma ka drejt u kry muhabeti. Sepse Roma pagun. Ramoviqi pagun Batanoviqin. Njerëz pa shpirt. Njerëz pa shpirt. A përshoj njerë ka Kosovës me koni e boti? Mik. A përshoj qatë bon mitësia ofert me një të korruptum. A përshoj ku e orë? Po, mis kjo është të dërtim. Shkona
kënë dëgjojmë? Kanceri. A nuk ka pasur dinjitet ky shtet? Kuj ka çuar lekët ky shtet? Se i çon tek rrugët që shemben për 2 muaj. Inaugurohet çukës. Për këtu, Osman, qashtu në Kosovë njësoj, kanë që por vetëm në rrugë, pse aty kanë vjetë mbas shumë ti. Për shtaj kanë që. Po, mos e përzi prapë me Kosovën, ecëm. Plosh për 2 muaj. A kreu? Tash miq të dashur, kthehemi në Kosovë, në Kanal 10, edhe i tregojmë, krenari i tregon pse Batanovicët, pse ata thrasin Albin Kurti, pse dojnë Albin Kurtin. Shkojnë miq. Më tregon kurrë për llogari fare, e nuk ke sot një tardhme. Ty nuk pëlqen more. Ty nuk pëlqen, unë e kuptoj se teza, to çfarë po kërkojnë protestuesit e Shqipërisë që po bëjnë rastin Albin Kurti? Goni me. Vërtet po. Po ata po dojnë, ata po Krenar Shola. Pra kanë zili që kemi një lider i cili sa ata po vujnë shumë precisoj. Krenar, të lutem mos thuaj kështu. Mos thuaj kështu që e kemi në kryetar të mirë, sepse më në herë opozita ti e din, a? Shkojnë a Krenar. Oligarkisë. Jo mbu shumë njerëz të posun edhe shumë njerëz të vorpun, a vet? Edhe ata kanë një farë frikës që Edi Rama, që është përfaqësues i oligarkëve, unë nuk kam problem me për shembull, unë s'kam problem me oligark. Jo, asnjë s'kem problem me oligark. Asnjë. Vetëm duhet me tregua ka e nara të pare. Unë pajtona precisht me ty. A më nuk mund është ti para lufte fukara e mas lufte miliarder. As milioner, jo miliarder. A ka dare se duhet me tregu ka orë. Edhe Roma njësoj, për 35 vite, a i ka ishtë tonga për para. Të i mu shumë dhe për tavolina. E tash miliarder. Baba i oligarkëve. Ka dare burë. Ama populli i Shqipërisë ka bajt shumë. Unë si kuptoj, unë këmë folën qysh më herët. Në kosht normal, me bajt këtë njëri 35 vjetë. Nuk është normal, miq të dashur. Jo vlladet e mi në Shqipëri. Nuk është normal me bajt një kryeministër 35 vjet. Me votu për 35 vjet, kjo është merr i botës. Herë salën, herë to. Dytë që e kanë sakatu Kosovën. Më falni, Shqipërinë. është merr i botës, miq. Shkojna. Venet ku s'ka sundimtrizit krijon do oligark, jo të ndershëm. Aten? Bravo. Pak dëshysh e shfrytëzojnë politikën për më pasunu pak se jonte. Krenari po fol pak si but, atë po mënohet edhe kënej. A pëton? Nuk ka ajo nosion krenar. Nuk ka kështu, po ajo nosion. Shëmatin, që ti mund është më pasunu dhe ndershëm. Edhe s'ki problem të me asë biznesmena që pasurohen ndershëm. Por Shqipënie, në Kosovë, në Serbie, në Maqedonije, venet që si ka shumë njerës që në pasunu pa ndershëm. E tash frika e këtyne protestuesve është që Edi Rama si përfaqësues i këtyne njerëzve të posën pa ndershëm, qëllimin e kanë me vu Shqipëninë investime jo transparente edhe shtepër luksuese ku s'ka me pos vend për njerëz të klasës mesme dhe të varfën. Kjo është e vërtet, krenar. Ç'to problemi? Se Shqipëri o janë të pasën, o të varfën krejt. Të mesëm Shqipëri nuk ka. Qysh nuk ka pos para 6 vite të na. O janë konë të pasën, o janë konë të varfën. Kjo është e vërtet. Shqipëri për momentin që ashtu është. Edhe kjo shumë mirë është që ju në që demonstrata, edhe për lus, prej këtuit, prej diasporës, prej Oslos, Norvegjis, a moni e kohët mos ndaloni, sepse bot undalu që tash, vlazët e mi, nga Shqipëria, bone undalut, besem për jap që keni me upë të njetën. Kështu, ju vendosni, ja keni njës, mos e nani, deri sa të rëzohet kjo qeveri që shkon shpi. Vjen një qeveri konstitucione, edhe tani e zgjedhni ka dhe ka dale. Shkojnë amish,
ti tregojmë tash pse brohorisin Albin Kurti. Kam guzim që t'jam tokë Kosovës. Edhe mendoj që është shumë mirë që është kështu. Ka pasa solidarë shqiptar edhe në histori, edhe në aktualitet, kohët e gjallë, kohët e vdekur, që kanë qenë gatshëm t'japin tokë shqiptare. Unë në të guzim nuk e kam. Evta unë shatë zamër o Albin Kurti. O zoti trujt me familje o burë. Qa me thonë tërsa në vlo? Zoti trujt me gjithë familje me tonat të mira të kësaj bote. Se 100 vjet vjen njeri si kur ti njëherë vjen. Me dashtë venin ton. Me dhonë gjitha për ven ton. I vetëmi njeri jeti pe politikanve. Edhe tjetë në LVV. Këta tjertë vetëm për pitime personale. Edhe Edi Rama njësaj. Sali Berisha njësaj. Kështu që mishtë të dashur, ju përshëndes, mirë pashër vitë radhës. Vllazët e mi, shqiptar, nga Shqipëria, ju dua fort, mos shoni pa moni ju koft. Mos lëshoni pa. Neve na keni mrapa. Edhe nere bojthi republikisht, diasporës shqiptare nga Shqipëria. Mos shoni pa o vllazëllak. Kthenu në Shqipëri përmes në këtë qeveri. Por mbytne që të një të re, që menon për fëmijën e juaj, që menon për të ardhmen e juaj, që menon për shpresat e Shqipërisë. Unë vllazëllak ju përshëndes edhe juve nga Shqipëria edhe juve nga Kosova. Zoti na dhosh të mbarën, na prift të mbara. Zoti ju rujt, respekt.